muslimanët kanë më u përqa në 73. Çka bëhet me ta? Thot 72, domethënë këtë hin në xhenem, pos një që ka më i shpëtu xhenemi thot. E kush janë këta sahabët? A është brej nga sahabëve që shfaqet këto? Më një herë ju ka aktivizuar. E kush janë ata domethënë? Kush janë që keni nishi? Që ti jemi edhe nën ton. Thot ma ana alayhi wa ashabi. Në transmetim te Imam Tirmidhiu thot janë ata të cilët ecin në rrugën teme dhe në rrugën e sahabëve. Çka po don? Dëshmi më të madhe se sa Allah më thonë unë jam i kënaqur që të njeri. Punët që i ka bëkë, edhe mënyrën se çu shumë ka bëj ibadet mua, edhe shumë ka besuar unë jam i kënaqur. Do në rreth tjetër më të mirë. Po çka jemi të jetu në muslimanë? Jemi të jetu që të jetë që me fitu xhenetin. Wallahi nëse nuk është synimi joni, me jetën tonë, me punën tonë, me familjen tonë, me martesën tonë, me shitblerjet tona, me biznesin tonë. Nëse nuk është synimi i krejt kësaj, çu me një xhenet, khibna wa khasirna. Pejtoshit kena dëshprum edhe kena dështu. Pastaj hadithi tjetër që e dini të gjithë, pejgamberi alayhi sallam kur e përmend se muslimanët kanë më u përqa në 73. Çka bëhet me ta? Thot 72, domthon këtë hin në xhenem, domthon këtë meritojnë xhenemin për shkak të devijimeve që i kanë, mirë po, nuk do të thotë që rrin në xhenem përgjithmonë, pos një që ka më i shpëtu xhenemin thot. E kush janë këta sahabët? A është brej nga sahabëve që shfaqet këto? Më një herë ju ka aktivizuar. E kush janë ata domthon? Kush janë që keni nishi? Që ti jemi edhe nën ton. Thot ma ana alayhi wa ashabi. Në transmetim te Imam Tirmidhiu thot janë ata të cilët ecin në rrugën teme dhe në rrugën e sahabëve. Çfarë do të bëjmë? Çfarë do më qartë? Çka do të më qartë se sa me pas vulën e garancinë se jeto ecën rrugë drejt. Ata që ecin në rrugën teme dhe në rrugën e sahabëve. Në shokët. S'ka diçka më të qartë. Domethënë se sa kjo. Mos anë në vëllëzi rruga të cilën e kanë ecë sahabët është e dëshmuar. Është e sigurt dhe është e dëshmuar prej Allahut, është e dëshmuar edhe prej pejgamberit alayhi sallam dhe e dëshmon historia. Allah i lartësuar në shumë ajete kuranore i ka përmend sahabët radhiyallahu anhum wa radwan. Allah është i kënaqur me ta. Llogarit më kanë i kënaqur Allah me ta. Allah është i kënaqur me sahabët. Radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara. Allah është i kënaqur me muslimanët të cilët tavoshin besën te pema atje. Te marrëveshja Hudejbis. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i thotë Omerit, Allah azza wa jalla ka thonë luftarëve të Bedrit, bani çka doni Masudit se mos ju bën dëm kur gjosh ka dush me bë për arsye se e ka lut provimin. Pastaj i përmend muhaxhirët dhe ansarët. Walladhina tabauhum bi ihsan. Muhaxhirët dhe ansarët, edhe ata të cilët i pasun muhaxhirët dhe ansarët me mirësi, janë tabenat, xhenota tabenave. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur me ta. Çka po don më ti? Çka po don? Dëshmi më të madhe se sa Allah më thonë unë jam i kënaqur që të njeri. Punët që i ka bëkë, edhe mënyrën se çu shumë ka bëj ibadet mua, edhe shumë ka besuar unë jam i kënaqur. Do në rreth tjetër më të mirë. Përderisa çdo kush jashtë sahabeve e ka pikpyetje. E ka pikpyetje për arsye se s'ka dëshmi për Allahut. Shpresohet shumë për njerëzit e mëdhej, për imam të umetit, për dietarët shpresohet shumë, mirë po a ka dëshmi? S'ka dëshmi. Sahabët kanë dëshmi. Allah është i kënaqur. E tash çka po do të jetë? Çka po don ti? Cilin örnek edhe cilin model po don me një kur e keni model përpara që Allah është i kënaqur me të. Ai tu i dosh kënaqësinë e Allahut. Ai tu dosh Allahu më koni kënaqur me ty po. Çe. Radiyallahu anhum. Kështu e thot Allahu i lartësuar në disa vende në Kur'an Allahu është i kënaqur me ta. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i përmendëm disa hadithe. Pastaj rruga e sahabëve është gjithashtu rrugë e cila sigurt çon xhenet. Por çka jemi të jetu në muslimanë? Jemi të jetu që të jetë që me fitu xhenetin. Wallahi nëse nuk është synimi joni, me jetën tonë, me punën tonë, me familjen tonë, me martesën tonë, me shitblerjet tona, me biznesin tonë. Nëse nuk është synimi i krejt kësaj, çu me një xhenet, khibna wa khasirna. Pejtoshit jena dëshprum edhe kena dështu. E ata apo dojmë me një xhenet po. Rruga e sahabëve është rruga e sigurt që të çon xhenet. Sigurt është. Pse është e sigurt? A nuk ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam Abu Bekrin xhenet. Abu Bekrin xhami ju kanë, Omerin xhenet, Uthmanin xhenet. علي جنة، طلحة جنة، عبد الرحمن بن عوف جنة، أبو عبيدة بن الجراح جنة، سعد بن أبي وقاص جنة، بلال تيتو بلال. Ikum një rrabullimat e tua në xhenet, në xhenet lije. Pastaj Fatimia, zonja e grave të xhenetit. Gjithashtu edhe shumë sahabë të tjerë që pejgamberi alayhi sallam ja ka garantuar xhenetin të konjall. E çta kanë mërrin xhenet? Domthon rrugën që po dojnë na me ecë, edhe cokun që po dojnë na me shku, Allahu po kanë mërrin o njerëz. Këto të konjall kanë mërrin. Ku po do të më shku ti? Vëllai në xhenet. Çe? Tani është tu konjall kanë mërrin xhenet. Është sigurt. Po tjerë që kanë ardhur pas tyre, ndoshta dikush ka mërrin vëllai, ndoshta mirë po na nuk e dim sigurt. Amo çta e dim sigurt që kanë mërrin. E çka e bëni Abu Bekri me hinxhenet? Çka e bëni Omerin? Njerëz të mëdhaj po. Dikush më thonë asun shtimi me ta, po mujmë me hec hapave ty. Mujmë me hec hapave ty.